Edi Rama ka marrë pushtet thuajse absolut në Shqipëri. Ti jemi realist. Po dyshim. Tani, si është qeverisin e ti? Mos ndoshta kemi fevzi pak arogancë në qeverisin e zotit Rama. A ekziston më në Shqipëri në një pushtet relativisht i pavarur? Që të themi, ky themi që i pavarur. A kemi ndonjë më ndarje efektive të pushteteve? Si është ti tani? Shi e shkruaj. Çfarë është kjo gjë? Arroganca zakonisht nuk është një gjë që vjen nga, po e quaj, reagimi personal i një individi. Në jetën e përditshme ti thua që Ylli është arrogant apo Blendi është arrogant apo nuk është arrogant. Kjo lidhet edhe pak me karakterin. Kur flasim për qeverisjen, arroganca vjen nga shifrat. Për sa kohë që një qeverisje ka shifrat larta, natyrisht që bëhet gjithmonë më arrogante. Për sa kohë një qeverisje nuk kërcënohet në shifrat, po flas në vota, padyshim që bëhet më arrogante. Për sa kohë një qeverisje shton numrin e deputetëve të ulur në parlament, natyrisht që kjo vjen duke marrë territor edhe nga pushtetet e tjera dhe kontrollon pushtetet e tjera. A është sot Rama njeriu më i fuqishëm në Shqipëri? Po. A është sot Rama njeriu më i fuqishëm institucionalisht që ka pasur Shqipëria këto 35 vjet? Po. A është Rama aq i fuqishëm perceptimin parë sa kanë qenë ndonjëherë në momente të caktuara Berisha ose Nano? Unë mendoj që jo. Domethënë, nëse flasim për pushtete, në vitet 92-94 dhe Berisha i ka pasur gjitha pushtetet, por ka pasur përballë një opozitë shumë fort që i fitoi referendumin për kushtetutën në 94-ën, që i krijoi probleme jo të vogla në rrugtimin e tij. Pra ishte më solide. Po erdhi një moment që opozita gati nuk ishte në vitin 96. Po, në vitin 96-97 nuk ekzistonte. Por në amerikanët nuk ishte në institucione. Dhe Fevziu të antet, më fal, Berisha të antet gjallë. Po, nuk ishte në institucione, po në rrugë ishte. Kishte njerëz, kishte pakënaqësi. Gjë që u reflektua më njëherë në zgjedhjet e 97-s. Por gjithsesi po ta them, momenti që po kalojmë, Rama po është shumë i fuqishëm, ka pothuajse çdo pushtet. Ti nuk mund t'i thuash njeriu që shiko, jeti i but apo i ndryshe nga sa mund të jetë. Njeriu arrogancë të merr nga pushteti. Nëse dikush mendon që Rama nuk duhet të jetë arrogant dhe nuk duhet të ketë pushtete, nuk duhet të japi votën zoti Rakipi. Se shpesh herë më çudit, ka njerëz që më kapin njerëz në rrugë, për shembull qelloj me një zonë, më kapi dhe bërtiste thoshte Rama i ka fituar të gjitha, më prishi edhe balkonin që e kisha mbuluar për të shitur paketa, do të ishe nga këto prishit e fundit. Ja, prishit çadrave. E kam votuar gjithë jetën. I thashte, vjen më vërtet mua? Unë s'e kam votuar ndonjëherë. Do të thonë, ti që e voton gjithë jetën, i e votën, e fuqizon, dhe kur të vjen tek shtëpia jote, pastaj ti te shtëpia jote fillon dhe mendon. Për raporti është, nëse do ta votojnë, Rama do fuqizohet më shumë, do bëhet dhe më arrogant. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Nuk ja kërkon dot të tjerëve ti raportin me arrogancë. Duhet ja kërkosh institucionet, po edhe institucionet duhesh kaq kollajshme që të rezistojnë. Sepse fillonin i merr të gjitha. Sidomos institucionet që ka Shqipëria. Institucionet që ka Shqipëria, një background. Ylli, domethënë je gati në kufitet e 2 të 3 të pestave. Është 83 mandataj. Për shembull, a është arrogancë mbledhja e drejtuesve të Partisë Demokratike për rreth dhe vendosja e tyre në poste? Po. Është një tentativë për të çuar vendin drejt një vendi me një parti të vetme, ku opozita gati se ekziston. Kur ti i merr dhe drejtuesit e opozitës dhe i futet. Ti je ideja se më kalove vetvetiu te pyetja e dytë, te rreziku, çfarë rreziku sjell ky përqendrimi te iskashmi i pushtetit në një dorë? Pra ti po thuaj që ai ka një dorën tani. Rama dhe i merr në përreth edhe këta të PD. Çfarë të doj? Dhe shkojnë ata. Çfarë të doj? Sa ta shkojnë. Problemi është i tillë. Mbas 35 vitesh të transformimit të Shqipërisë, po themi, dhe të rënies të sistemit totalitar, Shqipëria nuk e ka hapësirën demokratike që ka pasur përpara. Nuk e ka debatin politik që ka pasur përpara, nuk e ka balancën politike që ka pasur përpara, nuk e ka pushtetin qendror, nuk e ka pushtetin lokal. Partia Demokratike në gjithë Shqipërinë ka vetëm Kavajen, edhe Pukën. Ke parasysh ç'do thotë? Ai ka marrë gjithë pushtetin lokal. Ka gjithë pushtetin qendror në Shqipëri, ka gjithë pushtetin lokal, ka 83 mandate në parlament, sepse edhe Berisha 3/5 kishte në 92-shin. Edhe socialistët 3/5 kishin në 97-ën. Po kishte një balans në pushtetin lokal. Kishte një balans në institucione. Më kupton? Kishte një, tu nuk ka balans fare. Nuk ka, dhe nuk ka si të ketë, sepse ai vazhdon dhe fiton me gjitha ritme. O do ketë ndërhyrje ndërkombëtarëve, që nuk duket se kanë asnjë shqetësim për ndërhyrje. E dyta, hapësira demokratike vjen duke u ngushtuar, duke u rrudhur, dhe s'duhet harrojmë dhe i gjë,
ky nuk është vetëm fenomen shqiptar, ky është fenomen i përbotshëm. Ti ke në Amerikë sot Amerikën që të del në rrugë duke konsideruar që po rrudhet hapësirat demokratike, apo jo? Para fundjavën e kaluar ishte jo këtë tjetër ishte kështu. Ti ke vende të tjera në Beograd pretendohet dalin 1 milion njerëz në rrugë për të kontestuar Vučićin, i cili ka po aq sa Rama, në pushtet ndoshta një vit më herët a më mbrapa. Ka ardhur, apo Erdogani ka 27 vjet, në fillim viteve 90 kjo gjë ishte pa imagjinueshme. Putini ka 25 vjet në pushtet, pra po rikthehemi në një situatë kur regjimet totalitare, regjimet e forta, se s'janë gjitha totalitare, regjimet me autoritariste janë duke u rritur në kurriz demokracisë. Kë thua ti sot, do më thënë, urdhëro shife dhe çfarë ndodh dhe rreth e rrotull. S'ke, do më thënë, me përjashtim të kësaj zemrës europiane, Gjermanisë, Francës dhe deri diku Italisë, edhe Britania Madhe që e ka traditë vjetër, demokracia, tash edhe vendet vogla, demokracia ka psuar një rrugje. Sistemi është në dyshim. Sistemi është në një krizë. Në limite, në krizë, po edhe ndoshta po ka mbaruar më demokracia liberale. Ta them, po është fakti që te The Guardian e shikoj, unë po të përdor një test. E botova një shkrim të The Guardianit, thoshte që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është mjaft autoritar. Jo, unë po të them një është shumë autoritar. A do ndodhte në vitin 2025 që për një betejë morale gjithë bota të hynte në luftë dhe të bombardonte Jugosllavinë? Jo. Me një të drejtë morale, sepse po kryeshin krime etnike kundër shqiptarëve në Kosovë, nga Serbia. A do hynte bota e sotme në një luftë? Jam i bindur që jo. Nuk do hynte, sigurisht. Pra jemi në një situatë tillë. Jemi një situatë tillë që edhe drama e ka më thjeshtë. Jepe, presidenti i Amerikës i thot Erdogani ti merr vesh më mirë se ne nga këto manipulimet e zgjedhjeve. Po më jo më. Batut e tillë në shtëpinë e bardhë. Po ata që kanë zgjidhur. Ishte një gjë pa imagjinueshme. Qartë. Tani, okay, kjo është gjendja që ne kemi në vend të njëri që i ka në dorën e vet të gjitha. Dhe nuk shqetësohet, nuk shoh shqetësim te fare. Bileri dhe si autoritet ndërkombëtar shpesh e ke vënë re. Del për po dhe sot është në Arabinë Saudite për sfidat globale, si do ta përballoj bota sfidën globale. Po më del aty si udhëheqës ndërkombëtar. Dhe se s'ka dhe punë këtu. Tani, se jemi tani pasi bëjmë këtë pyetje dhe thamë të gjëra Fevzi, kthehemi pak te opozita. Si duket kjo tani? Sali Berisha vërtet që zgjedhjet janë vjedhur. Dhe për këtë arsye thotë se nuk do të largohet nga Partia Demokratike. Po të shikojnë raportin, ai nuk thotë. Raporti SBS që e prisin nga këshillit më nuk thotë që janë vjedhur. Raporti nuk është pozitiv.